Siguria dhe kushtet në burgje u diskutuan në dëgjesën që Ministria e Drejtësisë zhvilloi në Komisionin e Çështjeve Ligjore për zërat e projekt buxhetit 2026. Kryetari i Komisionit të Ligjeve ish Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, në përgjigje të deklaratave të deputetëve të opozitës për trajtime luksi në burgje të ish-zyrtarëve të lartë, deklaroi se për çështje sigurie, ish-zyrtarët nuk mund të jenë në të njëjtën qeli me personat e dënuar për vepra të rënda penale. Çdo zyrtar në jetën e vet mund të bie në konflikt me ligjin penal, mund të arrestohet me procedura gjyqësore, por është përgjegjësia e burgjeve t'i garantoj kushtet e trajtimit, por dhe kushtet e sigurisë. Nuk mundet një ish-zyrtar i lartë i shtetit të qëndrojë në një EVP me të paraburgosur të tjera, po me të dënuar të tjerë, sepse është përgjegjësi e sistemit të burgjeve t'i garantoj integritetin fizik, por dhe kushtet e trajtimit. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi ngriti shqetësimin se gardianët e burgjeve nuk marrin orët shtesë dhe se të burgosurit ka një kohë shumë të ulët ushqimore. Por kryetari i Komisionit të Ligjeve deklaroi se fal ndihmës së partnerëve ndërkombëtar në burgje janë përmirësuar kushtet. Sa burgje keni inspektuar deri më sot që keni marrë detyrën e ministrit? Unë po të them burgjet që inspektojnë sepse një pjesë e mirë shkon për bukë. Kur them bukë, po e them në thonjza, por shkon për ngrënien të burgosurve. A e dini zoti ministri që gati 85% e burgosurve han vetë bukën? E marrin nga shtëpia, nga familjarët. Se kosto për një familjar për të marrë një burgosur shkon deri në 50.000 lekë të reja ose 500.000 lekë të vjetra. Tjerat ke selam nga policët e burgjeve. Jo më pak se dje kam qenë me policë burgjeve, të cilët janë në mënyrë dramatike të pakënaqur me rroga. Me pagën e 13 që i premtuar se ka kalu kurrë dhe realisht orë të shtesë. Nuk meriton të hidhet gjithë kjo balkë mbi sistemin e burgjeve. Burg në Francë ku po vuante aq ditë sa vuajti ekzekutimi e dënimit ish presidenti Sarkozy. Nëse do gjeni në Shqipëri teritorin e një burgu, siç ishte ai territor burgu nga jashtë i papastruar, këtu do ishte alarmuar sistemi burgjeve. A ka problematika? Sigurisht që ka problematika. A ka probleme me telefonat? Kapën për çdo ditë telefona. A ka probleme me paligjshmëri që ndodhin? Patjetër që ka, sepse është parimi i kundërtave. Ai që është i dënuar ka tendencën për të kryer vepra penale në burg, të marrë një telefon, të marrë sendet kundralishme, sistemi ka për detyrë ta mbikëqyrë. Por nuk ka dyqane në burgje. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari deklaroi se projekt buxheti plotson kërkesat dhe se zërat e tij janë rakorduar më parë me Ministrinë e Financave. Prioritare janë ato që lidhen me sistemin e burgjeve. Kemi disa projekte të reja aty me rekonstruksion dhe ngritje burgjesh, godinash të reja për burgjet, duke për standardet më të mira ndërkombëtare në trajtimin e dënuarve. Gjithashtu fokus ka qenë edhe pjesa e rehabilitimit, reintegrimit, e kthimit, kompensimit pronave, ku janë një numër i lartë qytetarësh për pronarët të cilët do trajtohen. Përmbarimin gjyqësor, ndihma juridike falas, ku shumë rreth 5.000 qytetarë për llogaritën që do të ndihmohen përmes këtij mekanizmi në pamundësi financiare për t'i adresuar vetë nevojat e tyre për të pasur akses në drejtësi. Relatori i projekt buxhetit për Ministrinë e Drejtësisë, pasi deklaroi se buxheti i këtij institucioni është rritur, kritikoi ministrin për neglizhencë në trajtimin e problematikave që ka shërbimi i provës. Por edhe në këtë rast, kryetari i Komisionit të Ligjeve, ish ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, i kujtoi me humor se shqetësimin duhet ta adresonte në kohën kur ai ishte drejtori i shërbimit të provës. Për Ministrinë e Drejtësisë, buxheti total është 14.96 miliard lekë, ndarë sipas strukturës përposhtme, 8.38 miliard lekë për shpenzime për pagat dhe sigurimit shoqërore, 2.6 miliard lekë për mallra dhe shërbime, 2.7 miliard lekë zëra në transferta dhe 1.28 miliard lekë për shpenzime e investimesh, nga të cilat 20 milion lekë me financim të huaj. Unë kam qenë drejtori i përgjithshëm i shërbimit provës përpara se të jem këtu. Edhe e them me kompetencë plotëse nëse ka një institucion në Ministrinë e Drejtësisë, i cili ka nevojë për investime, është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Provës. Kjo për digitalizimin e arkivës, kjo për mbikëqyrjen elektronike, që ju nuk e cituat fare. Pra,
Pyetja është, a është në optikën e Ministrit të Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, si për nga financimet, si për problematika që ajo drejtori ka? Faleminderit. Në fakt Ermal ke ngatruar pyetjen. Se do ta kishe bërë këtë. Se unë e ti kemi pas përgjegjësinë për shërbimin e provës deri tani. si rregull kështu i bie. Ministria e Drejtësisë do të ketë rritje 4% në buxhetin e vitit 2026, krahasuar me buxhetin e këtij viti.